Zoti Bilali, si e shikoni politikat e Donald Trump sa i përket qasjes së tij në raport me Europën, duke qenë se e ka zbutur pothuajse politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Rusinë, duke bërë që Europa pothuajse të gjendet e vetme përballë Rusisë? Mund të them që politika e presidentit amerikan dhe administratës së tij në raport me Evropën ka një dinamik tjetër, nuk është e mandateve të ish presidentëve tjerë. Dhe mendoj që e tëra kjo ka shkaktuar, mund të them, habi, por në disa momente mund të them që mund të ketë edhe keq kuptime, por mendoj që e tëra kjo politik mund të them që ndryshon në këtë vurbull të gjeopolitikës, ndryshimeve të mëdha në gjeopolitikën botërore, të krizave dhe luftrave që kemi sot në botë, mund të them dhe gjithë asaj që nënkupton një politikë mund ta quaj agresive, sidomos në raport me një luftë tregtare që zhvillohet jo vetëm me evropianët, u prit mas paku të ndodhë në relacionet SHBA-Evropë. Mirë po, mund të them tarifa doganore kanë qenë shkaktari kyç, mendoj, ka qenë, do thot, goditje për ekonominë evropiane, mund të them, sidomos për gjermanët dhe francezët në këtë rast, pa lënë edhe Angli, por mund të them në unison gjithë anëtarët e Unionit Evropian në rreth politikave tregtare të Amerikës që do të ndërmarkahen në raport me Unionin Evropian. Mendoj që e tëra kjo tregon një thyrje jashtëzakonisht të madhe në këto raporte. Mund të them që edhe alianca në aspektin e sigurisë dhe sidomos me atë që nënkupton umbrellën e mbrojtjes së Evropës, ka pësuar, mund të them, një plasaritje, dhe mendoj që edhe vetë pakti NATO-s, alianca më e fuqishme sot në botë, gjendet para sfidave të mëdha, nga se politika amerikane dhe kryesisht administrata e të Trumpit kërkon që 5% i GDP-s të shkojnë në atë shkallë që për gjithë anëtarët, 32 vendet anëtare të Paktit të Veriatlantik, duhet të kenë kujdes në këtë pikë. E rëndësishmja për amerikanët është që të rritet volumi i blerjes së armatimit, dhe ky armatim kryesisht do të blehet në Amerikë, sipas politikës amerikane, dhe këto është ajo pojenta që dëshirojnë amerikanët të kenë, mund të them, pastaj një rehabilitim të quaj, apo një lloj paqe me evropianët. Mendoj që kjo ka zgjuar, mund të them, edhe ndryshime të mëdha sa i përket mes asaj çfarë nënkuptojmë real politik dhe politik të interesit gjeoekonomik, dhe mendoj që në këtë drejtim evropianët janë para një sfide jashtëzakonisht të rëndë, sepse në raportet dhe bile mund të them ju e nis të bukur mirë ai skandali që ka ndodhur në mesazhet e dërguara në The Atlantic të një kryeredaktori amerikan, një gazetari, është një fjali shumë interesant atje e J.D. Vance-it, ku thotë e urrej përsëri të ndihmojmë, të shpëtojmë evropianët. Këtë aprovon sekretari i mbrojtjes, Pat Hessel, ku e pranon, thotë jam dakord me jua, është citat kështu i mesazhit, të jem parafërsisht sa më i saktë. Dhe mendoj që gjendemi para një sfide jashtëzakonisht të madhe. Këtë dua ta lidh edhe me një citat të Sven Witkofit, i deleguari i Trumpit për bisedime me Rusinë, rreth konfliktit në Ukrainë dhe bisedime që po zhvillohen, do thotë në Riyadh të Arabisë Saudite. Mirë po është zhgënjyse një citat dhe një fjali e tillë ku thotë decisivisht që Putini nuk ka pretendime të marrë të gjithë Evropën, të aneksoj gjithë Evropën. Nuk ka pretendime të aneksoj gjithë Evropën, do thot një pjesë mundet. Dhe kjo, me thot drejtën nga optika ime në analizë që kom bërë sot,
mendoj që nuk na presin ditë mira. Do të jemi para një situate të jashtëzakonisht të rëndë, por me atë që kërkohet në pyetjen e juaj, besoj që ka një thyrje në raportet evropiane amerikane dhe besoj që perëndimi në këtë drejtim po kalon në një fazë të re të qëndrueshmërisë, mund të them të polit perëndimor, mos them edhe civilizimit, zhvillimit, kulturës dhe gjitha elementeve ta marrë edhe të forcës apo edhe të materializmit të saj, dhe gjitha këto mendoj që Evropa është në një pozitë jo të lehtë. Çfarë po ndodh me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës teksa kanë nisur negociatat, por ende premtimi i madh i Donald Trump se do t'i jap fund luftës me një telefonat nuk është përmbushur që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë? Po ka qenë, mund të them, ndoshta fjali që u ka përshtat fushatës, sepse ndalimi i një konflikti brenda 24 orëve nuk ka mundësi as teknikisht, as teoretikisht. Mirë po, më besoj që do të shkojnë edhe mujt të tërë dhe nuk do të ndodhë kjo, sepse janë shumë komponente të cilat nënkuptojnë dakordimet, fillimin së pari të bisedimeve, dakordimin, tekstin, pikat, materien për brenda, çka përmban teksti, ku do jenë mund të them ato pikat, limitet ku njëra palë derisa mund të shkoj, derisa mund të çoj pe, derisa mund të arrihet një kompromis. Pastaj ona teknike e vijës demarkacionit ose demilitarizimit në këtë rast ta quaj kështu në fjalorin ushtarak, do thotë e gjitha ajo komponent, kush e përbëjnë atë komponent atyre forcave, në emrin e cillit mision, do thotë në strehen në ombrellën e kuj do të jenë ato forca, dhe do thotë është një mori elementesh që nuk arrihen jo për 24 orë ose 48 orë, por mund shkojnë edhe muaj, 3 muaj, 6 muaj apo edhe viti. Do thotë këto elemente janë qendrore dhe besoj që sot kemi një arritje të një marrëveshje sa i përket anëpushimit në detin e Zi, që nënkupton që është një proces i ngadalshëm. E ka një evolim dhe një dinamik, mirë po finalja është larg të arrihet, nga se interesat mund të them të palëve janë diametralisht të kundërta. Kem një rol amerikan që mund të jetë qendror, mirë po kem edhe një hatërmbetje evropiane, mund të them për tërë arsyen e materjes së asaj marrëveshje që përmban, dhe mendoj që evropianët në një farë mënyre janë të lënën anash nga vetë amerikanët, sepse këtij procesi dëshirojnë që t'i vënë kapak Shtëpia e Bardhë dhe personalisht vetë presidenti Trump. Por më duket që ekziston një aleancë bukur mirë e koordinuar mes dy superfuqive, thamë kështu, sa i përket asaj që quhet arsenalit bërthamor dhe fuqive së armeve, amerikanëve dhe rusëve, dhe besoj që është një korrespondencë, bili ka informacione që më duket edhe nga Kremlini, kur është pyetur Peskov rreth asaj që kanë qenë 2 telefonata, ai mendon që ka pas edhe më shumë telefonata tjera në raportet Putin-Trump, dhe mendoj që ta quaj kështu një koekzistencë e tillë, paqëtim i tillë amerikano-rus ka për synim të krijojë zona të influencës për të dy palët dhe Kinën sigurisht. Dhe mendoj që në këtë drejtim gjendja në teren tregon që kemi një, mund të them, eskalim në vijat e frontit, sidomos në pjesën e Khersonit dhe Zaporozhës, ku luftohet për çdo fshat, mund ta quaj kështu.